Jerusalem, edhe pse tani pa deklaruar i PDK-s, ndërsa për LDK-n duke që po dojnë me shindru edhe mu majtë Juhamedi Shpeja. Pra ashtu Prishtinën, tash në Prishtinë po garojnë me këtë simpatine Fidanit, këtë vizionarin nga Londra, i cili na lanë loqen bërloge në qenën da cake, pa drita e qërtu, plët që zivarë se anësh. Po, me në atësi që vizioni ka egzistu. Po, pa drita se ja ka shumë drita. LDK-ja ka fokusin Prishtinë dhe Pej, me këto marrëveshje të bashkëpunimit me PDK-n. PDK-ja Mitrovic-Prizren, vetëvendosje në trajektore Mitrovic-Prishtin-Prizren, edhe po vish me fokus shifet që ka fokus vetëvendosja shifet që nështë as janë pajtu. Okej. Halil, kush është më ciklet nesër? Halili. Me thonë drejten, jo. Nga partitë politike kam fjallë, jo nga analistët e politikos falë nuk janë ciklet sepse e shjojnë lirin. E lirin mua mundëson. Tash është normale, dikush po dikon ka me qenë selamet, e po dikon kiamet. Do më atë pesitoj liderin suprem, zotin Albin Kurtin, këtë rast, po lejohet pak me shtensionu muhabetin, sidomos me zotin Gashi, sepse nesër jove që do t'jetë në siklet, po edhe në kiamet. Sido qoftë, zgjedhjet vendore kanë prodhu për mu diçka jo dalimet mdhaja nga zgjedhjet e 21-shit, por e kanë kriju një balans të ri. Balans demokratik, kisha me qujtë, edhe i kanë dhonë pak frym, edhe pak shkoll, edhe vetë nivellit nacional, si pas meje. E kumë vrejt kushtim që ka pas një ndrim gjeneratash në listat për asamble komunale, kryesisht janë 3, madje jo veç 3 me mosh, po 3 edhe me vizion, edhe me emna madje, edhe me shkollë politike e cila po vjen. E mirë e keqe po vjen një gjenerate re politike, cilës na veç do me më thonë puna marë. Sepse... Derisa po vlet Halili është fjalimi i Albin Kurtit në Prishtinë, po vazhdo Halil. Sepse jemi direkt dhe i marim informacionet nga vendin gjatë. Po në regull. Sido qoftë, gara ma interesante me që thatë mbetet Mitrovica. Mitrovica mbetet sepse në Mitrovic matët do ma lëkura e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, i cili 4 vjetë pushtet ka investu veç Mitrovic, jo veç pare, po mund, fjalime, retorika, polici, ushtri, FSK, e hupen nudhen, e gjete nudhen, e noqum, e këthym, su këthy, shkoj, e mujtum, se mujtum dhe prap, trupat e NATO-s e rujnë kufinin e Republikës tonë. Në fund ditës edhe natën. Narracioni për një verite që lirum për Albin Kurti dhe Gjelal Sfejshlës me ata dvet, me pancira që i shkojshin atje, do më anë vazhdojnë të ndijet sidomos Mitrovicën e Jugut, ku lufta e Albin Kurtit është e madhe, me kandidatin që vjen nga Guxo, por që nuk është koalicion, është thjesht listë e vetëvendosjes pa këtë siglen, pa akronimin e listës Guxo. Ndërsa atje, për asamble kanë kandidu si Guxo, po jo edhe për kryetar. Kështu që është një lloj sherri në këtë... Pra fokusi kryesor ti thua është në Mitrovic nesër. Fokusi kryesor i lëvizjet vetëvendosjes janë Mitrovica. Po Mitrovica po. Mirë po është po ashtu, Mitrovica është shumë e rëndësishme edhe për PDK-n bashkë me Prizrenin. Prizreni po thuj se është gara mbyllur, në Prishtinë dhe Mitrovica është gara hapën. Po në Prishtinë jo PDK, po LDK. Ndërsa PDK është ajo që në për studio në gazeta i thujmë kingmaker, ai që e marron meritin. PDK, që pas këtë informacioneve, gjatë këtë jave së fundit në fushat, në për pikë, në për dregë dhe në ndregë, të komunës Prishtinës ka punu, ka lobu për parim Romen. Dhe këtë është mo fakt i ditën. Por nuk ka një koalicion të shpallën hapën. Kjo është
strategji edhe e PDK-s sigurisht, dhe Urani